E verdhë për losartan është edhe doza dhe dozimi. Losartan është barë me recetë, ndaj doza përcaktohet nga mjeku në varësi të diagnozës dhe ose diagnozave të tjera nëse keni, vlerave të tensionit, moshës tuaj, të barnave të tjera që ju përmerrni, të tolerancës që ju do të tregoni gjatë mjekimit me këtë barë. Ju vetëm duhet të respektoni atë. Doza fillestare e zakonshme është 50 mg, që do të thotë një tablet në ditë. Ndërsa, tek të moshuarit, pacientët me funksion të dëmtuar të veshkave ose tension të ulët mund të fillohet me 25 mg në ditë, që do të thotë një gjysmë tablete në ditë. Doza maksimale që mjeku juaj mund të përshkruaj është 100 mg ose 2 tableta në ditë. Me shumë se kaq, nuk ka dozë mjekuese. Përveç rastit kur doza është 100 mg në ditë, pra dhe mund të ndahet në 2 vakte, mëngjes dhe darkë, për dozat 50 mg dhe 25 mg në ditë nuk është nevoja e ndarjes së dozës në 2 vakte. Pra merret vetëm një herë në ditë. Dhe nëse nuk keni ose nuk jeni këshilluar ndryshe nga mjeku dhe ose farmacisti juaj për arsye specifike, losartan këshillohet të merret me një marrje dhe ky vakt rekomandohet të jetë mëngjesi, mundësisht në të njëjtin orar. Kjo për të ruajtur një nivel të qëndrueshëm të barit në trupin tuaj. Ka raste që gjatë mjekimit për pak ditë, asnjëherë për shumë ditë, mund të lindë nevoja që të ulni dozën, apo ta ndërprisni fare barin losartan. Kjo ndodh kur për arsye të një shkaku shtesë, tensioni juaj bija baraz ose me poshtë pas 90/60. Ky rast mund të ndodhi kur po kaloni një gjendje me heqje barku, me të vjedha, hemoragji të mëdha, djersitje të madhe apo mos ushqyrje të zakonshme për disa ditë me radhë. Më e mira në këto raste është përgjysmimi i dozës dhe jo ndërprerja e menjëhershme. Por duhet thënë se ka raste që mund të nevojitet edhe ndërprerja e menjëhershme.